10 çadra dhe shezloni janë sekuestruar në hapësirën publike të plazheve në Shëngjin dhe Ranën e Hedhur, si pjesë e një aksioni intensiv për çlirimin e vijës bregdetare nga zaptimet e paligjshme. Taksforca e ngritur nga Bashkia e Lezhës ka ndërhyrë në disa zona, duke bërë sekuestrimin e pajisjeve të vendosura pa autorizim. Administratori i Shëngjinit, Brahim Demi, ka bërë të ditur se personat që kishin zënë hapësirën publike në kundërshtim me rregullat janë proceduar penalisht. Plazhet e përcaktuara publike dhe ato që do menaxhohen nga bashkia do mbeten të tilla deri në fund të sezonit. Për këtë arsye është ngritur një taksforcë me njësinë administrative të Shëngjinit, Policinë Bashkiake, Tatim Taksat e Bashkisë, Agjencinë e Bregdetit dhe Policinë e Shtetit. Dhe çdo ditë kryhen kontrolle për cilësinë dhe sigurisht për të shmangur zaptimin e tyre nga individët. Megjithëse janë bërë takime fushata ndërgjegjësuese dhe u është kërkuar që të mos vendosin çadra dhe shazone në zonat publike, sërish kemi raste që veprojnë në kundërshtim me ligjin. Për këtë arsye kemi kaluar në sekuestrimin e çadrave dhe shazoneve që janë vendosur pa leje, si dhe janë proceduar në prokurori personat përgjegjës. Vetëm ditët e fundit kemi mbi 200 çadra të sekuestruara. Nuk do të tolerohet asnjë dhe nuk do të bëhet fjalë për të zaptuar asnjë hapësirë publike apo zona të menaxhuara nga bashkia. Zaptimi i vijës bregdetare është kthyer në një sfidë pasi cënohet qëndrimi i lirë të pushuesve në plazh. Edhe pse bashkia ka vijuar me thirrje publike dhe paralajmërime ndaj bizneseve, individ të ndryshëm kanë shpërfillur rregullat duke vijuar aktivitetin në mënyrë të jashtëligjshme. Për të frenuar këtë fenomen, monitorimi në terren është bërë i përditshëm dhe çdo rast i konstatuar do të ndërshkohet me sekuestrim të menjëhershëm dhe mas administrative sipas akteve në fuqi për menaxhimin e hapësirave turistike.